Me mua në studio vjen kësa here Ernest Luma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeni unë, sa. Do të na tregosh pak më shumë për këtë garë e cila do të bëhet në Tiranë në fillim të prillit? Po kjo është gara, është në fakt ngjarja e parë e këtij lloji në botën shqiptare, që organizohet nga ICTS Media me përfaqësitë dhe selit përkatëse në Tiranë dhe në Prishtinë në fushën e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit. Është një ngjarje me rëndësi dhe duke qenë e para e këtij lloji, në vetveten ngërthon një angazhim gjithanshëm të krejt potencialit mbar shqiptar në fushën e teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit. Është bën një punë e mirë, duke qenë se është edhe eventi i parë i këtij lloji, një koordinim i mirë me përfaqësitë që kemi në të dy kryeqytetet tona dhe ICTS Media organizon për herë të parë si vjet eventin ICTS Albanian Awards 2011-2012. Kush mundet me marrë pjesë në këtë garë? Në këtë garë marrin pjesë gjithë ata talent, gjithë ata njerëz që kanë afinitete, që kanë produktet dhe angazhimet e tyre inovative në fushën e IT-s nga mbar bota shqiptare. Qysh mundën mu bo pjesë e garës? Qysh mundën me apliku? Po realisht eventi është hap është shpall i hapur në workshopin e parë që është mbajt me 15 shkurt të këtij viti në Tiranë. Paraprakisht do të jetë edhe një workshop tjetër në mesin e muajit mars, ndërsa në prill do të mbahet finalja. Ata që kanë qenë në workshopin e para, duhet me kalu edhe në workshopin e dytë për me arrit deri te finalja e garës? Workshopet kanë qenë më shumë si sensibilizim i opinionit dhe i njerëzve që mirën me teknologjinë informative në botën shqiptare për këtë event të rëndësishëm dhe gjithë ata të interesuar që kanë afinitet në këtë fushë, që kanë tregu zotësitë e tyre dhe të arriturat gjatë viteve 2011-2012 mund të aplikojnë, pra të jenë konkurrent për 5 çmimet që ndahen në këtë kuadër, pra dhe në këtë event, siç është kreativiteti tek i vitit, akademiku tek i vitit, mobiliteti tek i vitit, tema e diplomës tek e vitit dhe ylli në ngritje tek i vitit. Gjitha këto mund të bëhen duke aplikuar online përmes faqes, pra web faqes që kemi. Po, na tregoj për gjithë ata që të dinë, le të dinë tashmë dhe mund të ICTSawards.org. Gjithë ata që kanë afinitet dhe ndëshmu në këtë fushë mund të aplikojnë dhe të jenë pjesë e kësaj gare, shumë të rëndësishme. A duhet me i tregu punë të veta që i kanë bërë në mënyrë që kur të dërgojnë aplikacionin, me tregu që kanë arrit për me u bë pjesë e garës? Secila prej kësaj fushë kërkon pra në vetvete që bashkë me aplikacionin të përcillet edhe një CV edhe disa të arritura në fushën e tyre. Për shembull, te ylli në ngritje tek i vitit, që është si kategori e 5, ka shumë talent shqiptar që kanë tregu zotësi, suksese në fushën e teknologjisë e informacionit dhe që janë në moshën 18 vjeçare, por që mund të jenë të pasbuluar apo punën e tyre bëjnë larg syve të opinionit dhe nuk janë sa duhet të paraqitur në publik. Në këtë rast, do ta përmendja si shembull një talent shqiptar i njohur si gamingu i tregut shqiptar me disa aplikacione konkretisht në lojrat elektronike, është nga Tirana dhe quhet Elio Qoshi, kujtoj është 17 apo 18 vjeç. Do të thotë me marrë pjesë gjithë ata në për gaming edhe aplikacione tjeshta që kanë bo, edhe ndonjë pajisje të cilën mundën me bo shtesë në qoftë për telefona ose për kompjuter, do të thotë nuk është e kufizuar me çfarë kategorie kanë me marrë pjesë, vetëm do të jenë arritje teknologjike. Realisht në workshopin e parë kemi pas rastin në workshopin e parë që është organizuar në Tiranë dhe është mbajtur në ambientet e kompanisë Protic, që është një prej partnerëve tonë, kemi pas rastin të identifikojmë edhe talent tjerë, pra të rinj, adoleshent, teenagerë të ndryshëm që zhvillojnë dhe vazhdojnë të zhvillojnë aplikacione të ndryshme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit. Dhe gjithë këta mund të jenë pjesë, e natyrisht që kemi punë primare dhe mision kryesor këtë, pra zbulimin, identifikimin dhe nxjerrin motivimin, nxjerrin në shesh të punës së këtyre talentëve dhe motivimin e tyre për punën e më të tjershme. Për shembull, nëse flasim për revistën Computer World Albania, që është një prej brendeve të ICTS Medias, mund të them që si mision kjo ka veç në numrin jubilar që doli në 300 vjetorin në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe në 300 vjetorin e
teknologjisë të shqiptarët, kështu e kemi quajtur, pra ndoshta është paradoksale, mirë po këtë do ta them më pasaj, pse shqiptarët kanë 300 vjet traditë në teknologji. Kemi arritur të identifikojmë edhe shumë shqiptarë të suksesshëm anë mban botës që kanë tregu afinitetet e tyre dhe zotësitë e tyre dhe që çmohen qoftë në Shtetet e Bashkuara, qoftë në Evropë, qoftë edhe në hapësinën tonë mbar shqiptare. Çka kanë me fitu ata që kryen me sukses këtë garën, që çmimet? Po, këto detaje, çmimet, unë i përmenda cila do të jenë çmimet, ndërsa detajet tjera do të bëhen publike gjatë me para ose ndonjë certifikat ose natyrisht, ky do të jetë çmim tradicional, do të jetë event tradicional që do të bëhet te shqiptarët. Kush ka mi përzgjedh, kush është komision për mi përzgjedh më të mirë? Po, keni të drejtë, është një juri shumë profesionale për njerëzve të shquar në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, njerëz që kanë tregu të arritura dhe njerëz që e njohin shumë mirë këtë fushë nga bota shqiptare. Do të jenë emra të njohur, për momentin do t'i leja surprizë, mbase pas workshopit të dytë që do të mbahet në mesin e muajit mars në Tiranë kjo edhe do t'jene edhe detaje tjera. Mu mbet në mendje, 100 vjet shtet, 300 vjet shtet teknologji, çka po simbolizon kjo? Çka ka ndodhur para 300 vjetëve me teknologjinë dhe shqiptarët? Po, është për dikën duket paradoksale, pa kuptim mirë, po e kisha precizu këtu. Shqiptarët nuk janë të vonë edhe në aspektin teknologjik. Pavarësisht sfidave që kanë kaluar nëpër kohë dhe shekuj, shqiptarët kanë qenë në trendet teknologjike ndoshta shumë para popujve të tjerë. Ne e dimë që shtypshkronja e Voskupojës daton që nga viti 1720, mirë po deri më tani nuk kemi bërë ndonjë krahasim apo pak kujt i ka interesuar se kush ka pas shtypshkronja atëherë. Në atë kohë, në krejt perandurin osmane dhe në popuj tjerë të rajonit, po ndoshta edhe në trend me popuj tjerë të Evropës, shtypshkronja e Voskupojës ka qenë ndër të parat. Në perandorin osmane nuk ka pas ndonjë shtypshkronjë tjetër. Tek një dekadë më vonë kemi shtypshkronjën e Stambollit. Pra është një hap përpara në fushën e teknologjisë. Dhe shqiptarët si popull kanë afinitete, kanë talente, kanë zotësi. Këto po dëshmojnë sot, këto janë dëshmuar të kalumen. Mirë po, natyrisht vitet dhe shekujt e vështirë në për cilët kanë kalu dhe kanë pamundësu ndoshta të qenit në trend dhe avancimin, motivimin dhe zhvillimin në hap me teknologjinë botnore. Pse jo, edhe në aspektin e digitalizimit, shqiptarët janë ndër të parë në Evropë sot. Pra, kur flasim për kompaninë digital dhe këtë trend, ne jemi në 2 apo 3 vendet e para në Evropë që kemi bo, pra edhe mund të cilësohet, mund të jetë edhe një krenari për gjithë ne që kemi bo ndoshta një revolucion, me atë projekt ka ndodhur të shqiptarët një revolucion teknologjik. Kështu që ka mjaftë dhe të reja cilët edhe i përkushtohen mjaft shumë teknologjisë edhe që tashmë e kanë edhe shansën me fitu edhe ndonjë shpërblim edhe më u bot njoftun edhe për të tjerët, ndoshta një kompani e madhe mund të sheh projektet e tyre edhe të ndihmoj përveç çmimit që e fitojnë tek kjo mund të fitojnë edhe arritje edhe më të larta për punën e tyre që e kanë bërë deri tash. Natyrisht që ka talent, ka edhe njerëz që kanë dëshmuar dhe kanë qenë suksesshëm me projekte, pra nuk janë vetëm talent, por njerëz të dëshmuar edhe në botën akademike dhe profesionale në këtë fushë. Unë i përmenda disa emra si Mira Mezinin, pse jo Ismet Habitin që e kemi të njohur në fushën e teknologjisë komunikacionit, është një emër shumë i njohur në botë dhe që ka bo disa vepra jashtëzakonisht të rëndësishme. Presoj që sa më shumë njerëz do të aplikojnë edhe do t'i shihni punët e tyre edhe do të përparojnë edhe më tutje. Edhe një herë i kisha ftuar gjithë ata që kanë të arritura, që synojnë të bëjnë diçka në këtë fushë, që gjithë ata talent, gjithë ata që janë dëshmuar në botën akademike, gjithë ata studentë që kanë tema diplomash apo të arritura tjera në fushën e informatikës, teknologjisë së informacionit, gjithë ata që synojnë të bëjnë diçka në këtë fushë, ta konsiderojnë ICTS Median dhe eventin e parë që po e mbajmë ndër shqiptar kësaj rrave, pra ICTS Awards 2012 si mundësi për të aplikuar dhe për të orë në shprehje vlerat e tyre, cilat sigurisht që do të vlerësohen, do të çmohen dhe do të jenë motiv shtesë në punën e tyre të mëtejme dhe në karrierën këtë fushë pse jo. Unë po besoj që shumë njerëz tashmë që mësuan që do të jetë një garë e tillë, vetë se do të fillojnë në aplikimin edhe ju do t'i zgjedhni më të mirët. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj që ishit në studio me mua.